Brenda shtëpisë së Big Brother, tensioni arrin kulmin kur Limi dhe Alba përfshihen në një debat të ashpër, plot mlef dhe emocione të forta. Atmosfera bëhet menjëherë e ngarkuar dhe çdo lëvizje apo shikim duket se shton dramatizmin e momentit. Limi, me zë të lartë dhe të fortë, i drejtohet Albas pa asnjë hezitim. Ik zhduku mashtruese, le gene. Ik andej, mos të shikoj me sy se na lodhe, idiot e femër. Banorët e tjerë që ndodhen pranë mbeten të shtangur dhe të tronditur nga ashpërsia e fjalëve. Shikimet e tyre lëvizin me kujdes ndërmjet Albas dhe Limit, duke reflektuar frikë, shqetësim dhe një farë tronditjeje të thellë. Heshtja e shkurtër që pason pas deklaratës së Limit shton tensionin dhe bën që momenti të duket edhe më dramatik dhe i ndjerë. Alba, e shokuar dhe e acaruar nga fjalët e Limit, fillon të shpërthejë me mllef dhe zhgënjim. Ajo përpiqet të përgjigjet, por emocionet e saj janë kaq të forta sa çdo fjalë duket e pamjaftueshme për të qetësuar situatën. Lotët dhe dridhjet e zërit e bëjnë çdo reagim të duket dramatik, duke theksuar sa e tensionuar është situata brenda shtëpisë. Banorët e tjerë ndjejnë intensitetin dhe dramatizmin e momentit, disa përpiqen të ndërhyjnë dhe të qetësojnë situatën, por asgjë nuk duket se funksionon. Fjalët e Limit janë të drejtë për drejta, të rënda dhe plot mllef, ndërsa çdo përpjekje e Albas për të përgjigjur shton tensionin dhe e bën situatën të duket edhe më e nxehtë. Alba vazhdon të shpërthejë emocionalisht, duke shprehur mllefin, trishtimin dhe ndjenjen e tradhtisë që ka ndjerë. Ajo përpiqet të qartësojë se nuk mund të tolerojë fjalët dhe veprimet e Limit, duke e bërë debatin të duket edhe më i ndjerë dhe dramatik. Çdo heshtje, çdo dridhje e zërit dhe çdo shikim i Albas shton tensionin dhe dramatizmin e situatës. Banorët ndjejnë presionin e momentit dhe fillojnë të analizojnë çdo shikim, buzëqeshje ironike dhe lëvizje të trupit. Tensioni dhe mlefi që përshkojnë dhomën bëjnë që çdo detaj të duket i rëndësishëm dhe çdo reag im të ketë peshë dramatike. Publiku ndihet i tërhequr dhe i tensionuar, duke ndjekur çdo zhvillim dhe duke pritur të shohë se si do të reagojnë banorët e tjerë dhe cili do të jetë ndikimi i këtij shpërthimi në marrëdhëniet brenda shtëpisë. Debati vazhdon për disa minuta dhe çdo fjalë, heshtje dhe dridhje e zërit shton dramatizmin. Banorët ndjejnë mllefin dhe tensionin, duke e bërë momentin të duket i gjallë, intensiv dhe i paharrueshëm. Ky episod tregon qartë se si fjalët, mlefi dhe emocionet mund të krijojnë dramatizëm, intrigë dhe tension brenda shtëpisë së Big Brother, duke e bërë momentin të mbetet i ndjerë dhe i paharrueshëm për shikuesit dhe banorët e tjerë. Në këtë moment, situata duket e pakontrollueshme dhe secila fjalë e ndaluar, secili shikim dhe secili gjest shton dramatizmin. Përplasja ndërmjet Albas dhe Limit nuk është thjesht një debat verbal, është një shpërthim i fortë emocional që prek të gjithë banorët dhe i jep episodit një tension të madh, duke bërë që shikuesi. Brenda shtëpisë së Big Brother, tensioni arrin kulmin kur Limi dhe Alba përfshihen në një debat të ashpër dhe të pakontrolluar. Atmosfera është e ngarkuar me mllef dhe emocione të forta, dhe secila fjalë që bie duket si një shpërthim që përshkon dhomën. Limi, me një ton të lartë dhe të vendosur, i thot Albas pa asnjë hezitim, ta qepi gojen. Mbyllë gojen se ti je vajzë e fëlliqur, ik zhduku. Banorët e tjerë mbeten të shtangur dhe të tronditur nga ashpërsia e fjalëve. Shikimet e tyre lëvizin mes Albas dhe Limit, duke reflektuar habi, frikë dhe shqetësim. Çdo buzëqeshje ironike, çdo dridhje e trupit dhe çdo lëvizje e vogël duket se shton tensionin dhe dramatizmin e momentit, duke e bërë situatën të duket e ndjerë dhe e pakontrollueshme. Alba, e tronditur dhe e acaruar nga fjalët e Limit, fillon të përgjigjet me mllef dhe emocion të dukshëm. Ajo përpiqet të mbrojë veten dhe të shprehë ndjenjat e saj, duke folur me një ton që përzien mllefin, zhgënjimin dhe ndjenjen e tradhtisë. Banorët ndjejnë tensionin e momentit dhe disa përpiqen të ndërhyjnë për ta qetësuar situatën, por asgjë nuk duket se funksionon. Lotët dhe mlefi i Albas dhe ashpërsia e Limit e bëjnë çdo fjalë të duket dramatike dhe të rëndësishme. Debati vazhdon me intensitet të lartë. Limi nuk heq dorë nga sulmi verbal, duke përdorur fjalë që janë të drejtë për drejta dhe të rënda, ndërsa Alba përpiqet të qëndrojë dhe të reagojë, duke përzier mllefin me emocion të thellë. Banorët e tjerë ndjejnë presionin e situatës dhe fillojnë të analizojnë çdo shikim, buzëqeshje apo heshtje, duke shtuar tensionin dhe dramatizmin.
Çdo fjalë e Limit duket se ka për qëllim të lëndojë dhe të kontrollojë situatën, ndërsa çdo përgjigje e Albas është një përpjekje për të mbrojtur dhe për të treguar se nuk mund të tolerojë sulme të tilla. Atmosfera bëhet e ngarkuar dhe emocionale, duke bërë që momenti të duket i rëndësishëm dhe i ndjer nga të gjithë banorët dhe publiku. Debati vazhdon për disa minuta dhe çdo heshtje, çdo dhje e zërit dhe çdo reagim i trupit shton dramatizmin. Banorët ndjejnë mlefin dhe tensionin e përshkruar në dhomë, duke bërë që momenti të duket i gjallë, intensiv dhe i paharrueshëm. Publiku ndjehet i tërhequr dhe i tensionuar, duke ndjekur çdo zhvillim dhe duke pritur të shohë se si do të reagojnë banorët e tjerë dhe çfarë vendimi do të marrë Alba në vijim. Ky episod shfaqet si një nga momentet më dramatike dhe më të tensionuara brenda shtëpisë së Big Brother. Fjalët e ashpra, mlefi dhe emocionet e forta ndërthuren për të krijuar një histori të fuqishme emocionale, ku çdo banor dhe çdo shikues ndjejnë rëndësinë e situatës. Debati i Albas dhe Limit tregon qartë se si fjalët dhe emocionet mund të krijojnë dramatizëm, tension dhe intrigë brenda shtëpisë së Big Brother, duke e bërë momentin të mbetet i paharrueshëm. Brenda shtëpisë së Big Brother, atmosfera bëhet menjëherë e tensionuar kur Alba përfshihet në një debat të ashpër me Limin. Qëndrimi i saj është i fortë dhe emocionet e saj shpërthejnë ndërsa fjalët dalin të drejtpërdrejta dhe të mlefuara. Ajo i thot Liminit me një ton të vendosur dhe të lartë, prej teje jam unë, kështu u lidhe me Dolçen dhe ma fute pas shpine. Banorët e tjerë mbeten të shtangur dhe të tronditur nga kjo deklaratë, duke ndjerë tensionin e menjëhershëm që përshkon dhomën. Shikimet e tyre lëvizin mes Albas dhe Limit, duke reflektuar habi, shqetësim dhe ndonjëherë edhe frikë nga intensiteti i situatës. Çdo fjalë që bie duket se shton tensionin dhe çdo veprim i vogël duket se ka peshë të madhe në këtë moment dramatik. Alba nuk ndalet këtu. Ajo përqendrohet tek Dolçe dhe thot me vendosmëri, Dolçe është vajza më e keqe. Fjalët bien rënd në ajër dhe përshkojnë të gjithë dhomën, duke e bërë debatin të duket si një shpërthim i plot emocional. Banorët ndjejnë mlefin e Albas dhe tensionin që lind nga ndjenja e tradhtisë dhe shgënjimin. Limi përpiqet të përgjigjet, por emocioni i momentit dhe vendosmëria e Albas e bëjnë situatën të duket dramatike dhe e pakontrollueshme. Fjalët e tij mund të jenë të qeta, por tensioni dhe mlefi i Albas e bën çdo fjalë të duket e pamjaftueshme për të qetësuar situatën. Banorët e tjerë përpiqen të shikojnë çdo shikim, buzëqeshje ironike dhe lëvizje të trupit për të kuptuar se çfarë do të ndodhë më pas, ndërsa atmosfera bëhet gjithnjë e më dramatike. Debati vazhdon me ndjenja të forta dhe emocione të përziera. Alba shpreh mlefin, shgënjimin dhe ndjenjen e tradhtisë që ka ndjerë, duke bërë që çdo fjalë të duket e fortë dhe e rëndësishme. Ajo përpiqet të tregojë se veprimet e Limit dhe Dolçes nuk kanë qenë të ndershme dhe se ajo ndjehet e lënduar thellë. Banorët ndjejnë qartë tensionin dhe emocione të përziera që përshkojnë dhomën. Heshtjet, shikimet e shqetësuara dhe lëvizjet e vogla të secilit shtojnë dramatizmin ndër. E bëjnë momentin të duket i gjallë dhe i ndjerë. Publiku ndihet i tërhequr dhe i tensionuar, duke pritur të shohin se si do të zhvillohet më tej debati dhe cili do të jetë ndikimi i tij mbi marrëdhëniet dhe lojën brenda shtëpisë. Ky episod shfaqet si një nga momentet më dramatike dhe më të tensionuara brenda shtëpisë së Big Brother, ku mlefi, akuzat dhe fjalët e drejtpërdrejta ndërthuren për të krijuar një histori emocionale të fuqishme. Debati i Albas nuk është thjesht një përplasjes verbale, është një shpërthim emocional që prek jo vetëm Limin dhe Dolçen, por edhe banorët e tjerë dhe publiku që ndjek ngjarjet me vëmendje. Debati vazhdon për disa minuta, me çdo fjalë, shikim dhe gjest që shton dramatizmin e situatës. Banorët ndjejnë tensionin dhe mlefin dhe fillojnë të mendojnë se si do të ndikojë kjo përplasje në marrëdhëniet dhe lojën brenda shtëpisë. Ky episod tregon qartë se si fjalët, mlefi dhe emocionet mund të krijojnë tension, intrigë dhe dramatizëm brenda shtëpisë. Brenda shtëpisë së Big Brother, tensioni arrin një nivel të lartë kur Alba shpërthen në lodh dhe emocionet e saj bëhen të pamundura për t'u kontrolluar. Me zërin që dridhet nga mlefi dhe trishtimi, ajo fillon të flasë me vendosmëri dhe mlef të hapur. Limi është bastardh. Ai më ka përdorur dhe ka luajtur me mua.
Banorët e tjerë ndjen të shtangur dhe të tronditur nga fjalët e Albas, dhe disa qëndrojnë të heshtur, duke ndjerë tensionin dhe mllefin që përshkon dhomën. Çdo shikim dhe çdo lëvizje e saj duket dramatike dhe tërheq vëmendjen e të gjithëve. Atmosfera është e ngarkuar me emocione dhe duket se asgjë nuk mund ta qetësojë tensionin që ka shpërthyer. Alba vazhdon të flasë, duke përshkruar mënyrën se si Limi e ka lënduar dhe se si veprimet e tij kanë qenë të pandershme. Ajo shpreh zhgënjimin dhe ndjenjen e tradhtisë që ka ndjerë, duke bërë që çdo fjalë të duket e rëndësishme dhe e mbushur me emocion. Banorët e tjerë ndjejnë presionin e momentit dhe disa përpiqen të ndërhyjnë për ta qetësuar situatën, por lotët dhe mlefi i Albas janë të pamposhtur. Fjalët e saj përshkojnë çdo cep të dhomës dhe duket sikur çdo tingull i zërit të saj rrit tensionin dhe dramatizmin. Ajo përpiqet të tregojë se nuk mund të durohet më veprimet e Limit dhe se lojrat e tij kanë ndikuar thellë mbi ndjenjat dhe sigurinë e saj emocionale. Çdo heshtje e shkurtër ndërmjet fjalëve të saj, çdo dridhje e zërit dhe çdo lot shton ndjenjen dramatike të situatës. Banorët e tjerë ndjejnë intensitetin e momentit dhe fillojnë të diskutojnë mes tyre, disa duke shprehur shqetësim, disa duke u përpjekur të kuptojnë se si do të ndikojë kjo përplasje në marrëdhëniet brenda shtëpisë dhe në lojën që vazhdon. Çdo reagim, qeshje nervoze apo heshtje, duket se rrit tensionin dhe bën momentin të duket më dramatik. Alba vazhdon të shpërthejë në lot dhe të shprehë mllefin, shgënjimin dhe ndjenjen e tradhtisë, duke bërë që çdo fjalë e saj të ndihet nga të gjithë. Ajo përpiqet të qartësojë se nuk mund të tolerojë manipulimet dhe lojrat emocionale të Limit dhe se çdo veprim i tij ka pasoja të forta për marrëdhëniet brenda shtëpisë. Ky episod shfaqet si një nga momentet më dramatike dhe më të tensionuara brenda shtëpisë së Big Brother. Emocionet e forta të Albas, lotët, mlefi dhe zhgënjimi e bëjnë debatin të duket intensiv dhe të ndjerë nga të gjithë. Publiku ndjehet i tërhequr dhe i tensionuar, duke ndjekur çdo zhvillim dhe duke pritur të shohë se si do të reagojnë banorët e tjerë dhe cili do të jetë ndikimi i këtij shpërthimi në lojën dhe marrëdhëniet brenda shtëpisë. Debati vazhdon për disa minuta dhe çdo fjalë, heshtje dhe shikim shton dramatizmin dhe tensionin e situatës. Banorët ndjejnë mllefin dhe emocione të përziera që përshkojnë dhomën, duke e bërë momentin të duket i gjallë, i ndjerë dhe i paharrueshëm. Ky episod tregon qartë se si emocionet e forta dhe mlefi mund të krijojnë një dramë të ndjerë dhe të tensionuar brenda shtëpisë së Big Brother, duke lënë gjurmë tek të gjithë.